Përshëndetje. Së shpejti do kini në duart tuaja librin e ri nga hijet në dritë. Si një grua u shkëput nga zinxhiret e të kaluarës dhe paraardhësit. Nga Merita Cake, mentore, terapiste shpirtërore universale, trajnere mësuese e zhvillimit personal dhe ezimit kolektiv. Gjithashtu, krijuese e Akademisë së Dritës me programe 21 ditore. Për çdo një nga ju, të jeni gati të punoni me veten tuaj. Udhëheqëse dhe trajnere e metodës sistemi përfaqësik dhe transformik 333, që merret me të gjitha sistemet familjare dhe ndihmon në lirimin e plagëve dhe të kaluarës. Dhe shumë të tjera, dhe jo vetëm. Ky libër është rrëfim i thellë një gruaje që udhtoi nga plagët e trashëguara dhe dhimbjet e fëmijërisë, drejt zgjedhjes të vetes, dashurisë dhe dritës të shpirtit. Ajo ndan histori personale prekse, kapitull të ndërthurur me mesazhe shpirti, ushtrime shruese dhe fjalë frymëzimi. Nga hijet në dritë, udhëtimi i një shpirti që nuk u dorëzua. Ky nuk është një libër teorik, nuk është as thjesht autobiografi. Ky është një udhëtim i shenjtë në për plagë që u trashëguan brez pas brezi, në për eshtjet që u quajtën turp, në për frikën që u bë zakon, në për dhimbjen që shumë e quajtën një jetë, por nuk ishte. Unë quaj me Merita, jam shkruesja, autoria dhe gruaja që për viti kërkoj vetëm një gjë, të mos shtrembohej e vërteta ime. Kam rënë, kam ndaluar, kam duruar, kam meshtur për të ruajtur të tjerët. Kam dhënë gjithçka për të mos humbur ata që s'më deshën ashtu si isha. Por një ditë trupi im foli, shpirti im qau, zemri im u ngrit. Nuk jam më ajo që rrin në prapaskenën të jetës time. Jam ajo që del në skenë, edhe me plagë, edhe me dritë. Nuk dua të jetoj në nijen e brezave të mi. Dua të bëhem ajo që të çliron historinë. Ky libër përmban histori personale, rënje, drama, sekrete familjare, por përmban edhe udhëzime, ushtrime, fjalë çliruese. Është një libër që flet me shpirtin dhe fton çdo lexues të ngrihet bashkë me mua. Nëse ke ndjerë ndonjëherë se jenë më ndryshe, se nuk përshtatesh me botën që të kërkon të jesh i rem, atëherë ky libër është për ty. Nëse ke ndaluar, u rrëzove, u fshehe, u lodhe, por se dorëzove shpirtin tënd, atëherë ti je gati. Sepse unë jam si ti, dhe bashkë do shkojmë nga hijet në dritë. Ky libër është për ty, që ndoshta më shumë vite ke menduar se dhimbja është e vetmja mënyrë për të ndjerë. Është për ty që je mësuar të duash përmes sakrificës, të jetosh përmes mungesës dhe eshtjes përmes plagëve. Por sot është ndryshe. Sot ne zgjedhim një udhë të re, një udhë kur kujtojmë me respekt, por nuk mbajmë më atë që nuk na shërben. Një udhë ku dhimbja u kthye në mësuese dhe gëzimi u bë zgjidhje, sepse jemi të shenjta dhe është koha të jetojmë në dritë. Çdo kapitull përmban një rrëfim të vërtet nga jeta, ushtrime të thella dhe praktike nga sistemi përfaqësues transformues 333,
dhe mesazhin nga autorja si shkruese shpirtërore. Do desha që të ndajnja me ju këtë libër dhe a do jetë ky libër për ty një qëndrim për shërimin e shpirtit tënd. Unë hapa zemrën me ju, ndaj tani pres nga ju si do pritet ky libër. Në qoftë se së shpejti do ishte në shitje, a do interesoheshe për këtë libër të ri? Komentoni më poshtë. Ju dua shumë.